إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرم الله عز وجل أتألف درويم أتيم من يوهس të ka I kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, ati kërkojmë falje, dhe të ka I kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë. Jemi të bindur se atë që Allah subhanahu wa taala e udhëzon në rrugën e drejtë, ai është I udhëzuari. Sepse I gjithë udhëzimi me të gjitha llojet e tij është në duart e Zotit subhanahu wa taala. Dhe atë që Allah subhanahu wa taala me urtësinë e tij e ka udhëzuar në rrugën e drejtë, ai është I drejtuari, I udhëzuari dhe askush nuk mund ta devijojë. Dhe ai të cilin Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij e ka lënë në humbje, ai është I humbur dhe askush nuk mund ta sjellë në rrugën e drejtë. Jemi duke folur rreth isti'adhes, pra kërkimit të mbrojtjes tek Allahu subhanahu wa taala nga sherri I shejtanit të mallkuar dhe çdo gjëje të ligë dhe të keqe që I kanoset njeriu në jetën e kësaj dhunjaje dhe në ahiret. I lumtur është ai që mësoi mënyrën se si të kërkoj mbrojtje dhe strehim tek Zoti. Sepse padyshim edhe kjo është nga ato çështje që Allahu subhanahu wa taala I ka përcaktuar dhe shtjelluar për robët e tij. Prandaj duhet muslimani dhe muslimania të jenë kujdesshëm për ta mësuar këtë mënyrë mbrojtjeje dhe strehimi tek Zoti xheleshanu. Sepse sikur e kemi theksuar shumë herë, ne jemi të dobët dhe të pafuqishëm përballë sfidave të kësaj jete, të kësaj dhunjaje. Sfidave të udhëtimit tonë drejt Allahut subhanahu wa taala. Qëllimi ynë është të kënaqim Zotin xheleshanu. Të jetojmë në këtë jetë duke adhuruar Zotin subhanahu wa taala, që të fitojmë xhenetin e përjetësisë. Pra, jeta e kësaj dhunjaje është e shkurtër, është një jetë në të cilin ne duhet të mbjellim atë që do të korrim në ahiret. Por nuk jemi të vetëm në këtë mision. Pengesat janë të shumta. I lumi ai që e ka siguruar mbrojtjen, e ruan veten e vet, imanin e tij, ruan punët e tij të mira, lidhjen që ka me Allahun subhanahu wa taala, e ruan të pacënuar nga shejtani I mallkuar dhe nga çdo ligësi tjetër që kanoset. Pra, lum ai që kujdeset për këtë çështje. Folëm herën e fundit rreth kuptimit dhe urtësive të përmendjes së isti'adhes, pra a'udhu billahi minash shaitanir rajim, përpara leximit të Kuranit. Dhe tham që isti'adhja para leximit të Kuranit është shumë e rëndësishme, sepse të ndihmon jashtëzakonisht për të përfituar nga Kurani dhe për të mos u privuar nga mirësitë e tij. Shkurtimisht ajo që përmendëm herën e fundit rreth urtësive të isti'adhes para leximit të Kuranit janë si vijon. Së pari, isti'adhja para leximit të Kuranit e pastron rrugën e udhëzimit. Kurani është udhëzim dhe dritë. Dhe përballë tij qëndron shejtani I mallkuar, I cili përpiqet ta pengojë njeriu. Isti'adhja është një deklaratë e sinqertë, kërkesë që Allahu ta mbrojë njeriu nga çdo pengesë që e ndalon nga përfitimi prej tij. Pra isti'adhja para leximit të Kuranit e pastron rrugën e udhëzimit, e bën të pastër rrugën që udhëzimi të gjejë vend në zemër. Kush e bën të papastër dhe pengon atë, shejtani I mallkuar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim e largon këtë pengesë dhe udhëzimi vjen në zemrën e robit. Kështu që isti'adhja pastron mendjen nga dyshimet dhe zemrën nga pasionet para leximit të Kuranit, që udhëzimi të vijë I pastër. Së dyti, mbrojtje nga shtremrimi I kuptimeve të Kuranit. Shejtani nuk synon vetëm ta largojë njeriu nga Kurani dhe nga shpallja e Zotit, por edhe ta lër që të lexojë në shpalljen e Zotit. Por hilja e tij cila është? Ta bëjë që ky lexim të mos ketë përfitim, ose ta keq interpretoj, në vend që ta kuptoj ashtu si duhet, të kuptoj kuptime të tjera që nuk janë pjesë e qëllimit të Zotit dhe Profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra isti'adhja është pra në një farë mënyrë një kërkesë drejtuar Zotit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Zot, më ruaj nga ndikimi I shejtanit të mallkuar. Që të mos e kuptoj librin tënd dhe sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, ta kuptoj gabim. Ta kuptoj saktë ashtu si ti dëshiron dhe si e ke pasur për qëllim o Zoti I Madh. Pra ky është qëllimi I isti'adhes para një nga qëllimet e isti'adhes. Pra që të ruhet nga interpretimi I gabuar dhe
shpeshherë përzgjedhja selektive sipas dëshirave. Zgjedh atë që do nga libri i Allahut dhe lë atë që nuk të shkon dhe të konvenon. Së treti, luftë kundër pengesës më të madhe zemrës. Pra istiadha para leximit të Kuranit, para së gjithash është një rregullim i vetë zemrës tënde. Problemi nuk është mungesa e argumentave. Ato janë të shumta dhe të qarta i ka bërë Zoti xheleshanu. Por problemi është gjendja e zemrave tona, të sëmura, të mbuluara, të infektuara tashmë nga ambienti ku jetojmë, nga mënyra e jetesës, nga gjithë bota që na rrethon, të infektuar tashmë këto zemra janë të lodhura dhe nuk kanë forcë të përballojnë atë dritë, ta shikojnë dritën që vjen nga udhëzimi i Allahut. Problemi është tek zemra. I mbyll syt zemra se nuk e duron atë dritë. Atëherë istiadha vëllezërit e mi është lutje për mbrojtje nga të gjitha sëmundjet e zemrës. Mendje madhësia, kokfortësia, pasimi i epsheve, dyshimet, mënyra e jetesës, përmend sa të duash nga sëmundjet e zemrës. Pra istiadha, ne po ulem të lexojmë librin e Allahut. Po ulesh të lexosh mesazhin e vetë Zotit tënd subhanahu wa taala. Ka nevojë për që zemra jote të jetë aftë që ta shikojë dritën. Nëse nuk kërkon mbrojtje, atëherë nuk përfiton ai sa duhet nga udhëzimi i Allahut. Së katërti, leximi i Kuranit është me qëllimin që njeriu të veprojë sipas tij. Por jo të gjithë që e lexojnë e kanë këtë qëllim në vetvete. Dhe në fakt, jo të gjithë që lexojnë, leximi prodhon vepra. Sepse disa udhëzohen, veprojnë sipas Kuranit me mëshirën e Allahut, disa të tjerë se bëjnë këtë punë. Istiadha ndihmon në këtë çështje. Pra, Kurani nuk është për të lexuar thjesht me gjuhë, por për të zbatuar. Istiadha është lutje që leximi të mos mbetet formal. Pra kur thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Një tjetër këndvështrim i kësaj istiadhe para leximit të Kuranit, që o Zot, kërkoj mbrojtje tek ti që ky lexim të mos mbetet shterp, të punoj sipas ti. Urdhëresa ti zbatoj, ndalesa tu largohem, kërcënimet ti marr parasysh dhe zemra të më friksohet. Premtimet e Allahut xheleshanu ti marr parasysh dhe zemra ime të përmallohet për xhenetin tënd. Gjitha këto janë ndjenja. Nuk vijnë këto në zemër nëse nuk je i përgatitur dhe nuk e ke synim në vetvete. Pra istiadha që në fillim e kërkon a'udhu billahi minash shaitan. O Zot më ruaj që mos jetë shterp ky lexim, të jetë të prodhoj hajër. Pra kur i futesh lexon librin e Allahut, nuk po lexon çdo lloj fjale. Është fjalë e Zotit, krijuesit tënd. Pra duhet që të merret me kujdes që të veprohet sipas saj. Ky të jetë qëllimi. Istiadha ndihmon jashtëzakonisht në këtë çështje. Gjithashtu, së pesti tham, vendosja e raportit të saktë me Kuranin. Ajo vendos njeriu në pozitën e duhur. Pra leximi i Kuranit dhe istiadha para tij e bën që njeriu të kuptojë pozicionin e duhur që ka në lidhje me Zotin subhanahu wa taala. Njeriu nuk është gjykues dhe vlerësues i tekstit të librit të Allahut subhanahu wa taala. Por ai është rob që kërkon udhëzim. Pra ti kur ti ulesh lexoj Kuranin, ti nuk po gjykon çfarë është në Kuran, kjo është e drejtë, kjo s'është e drejtë, kjo pranohet, kjo s'pranohet. Nëse ke bërë të punë, atëherë istiadha s'ka funksionuar ose s'e ke thënë fare. Pra ti thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kur ulesh lexosh librin e Allahut, nuk po gjykon librin e Zotit se çfarë ka thënë Zoti në të. Po e shikon veten si rob që ka nevojë për këtë ligj që të ka dhënë Zoti dhe të mundohesh ta kuptosh se je infektuar dhe zemra është e sëmur. Pra edhe një herë vendos raportin e duhur mes teje dhe krijuesit. Istiadha. Që në fillim thua o Zot kërkoj mbrojtjen tënde. Unë jam robi jot, krijuesit. Kjo është shpallja jote dhe unë po hyj tashmë që të marr udhëzim dhe jo të përcaktoj se si duhet jetë udhëzimi. Nuk e bën robi këtë punë, e bën Zoti. Pozicioni jot është robi i Allahut. Ai është Zoti yt krijuesit. Ai përcakton ligjet e tij, dëgjon dhe i zbaton ato. Ky është pozicioni dhe istiadha ndihmon në këtë çështje. Pra është distancim nga rruga e iblisit mallkuar. Iblisi i mallkuar vlerësoi urdhrin e Zotit sipas dëshirave të tij, jo sipas madhështisë së Zotit. Bjerë në sejdë. Ti bie në sejdë atij që e krijove nga balta. Unë jam më mirë se ai. Selektime të urdhrave. Këtë e zbatoj, këtë s'e zbatoj. Kjo më pëlqen, kjo s'më pëlqen. Nuk është ky pozicion i duhur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ti e mund që përcaktoj ato që do Zoti? Jo, as pak. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Zoti më ruaj nga shejtani mallkuar. Që të marr këtë rrugë. Istiadha ndihmon në këtë kuptim. Elutem Allahun që t'i sjellim ndërmend sa herë që lexojmë të tilla, pra këtë lutje para leximit të Kuranit. Dhe si gjashtë i tham, ndërgjegjësim për betejën e brendshme. Leximi i Kuranit është një betejë mes të vërtetës dhe të kotës brenda njeriut. Padyshim që mos kujto se kur të ulesh lexosh Kuranin, gjithmonë do të jesh rehat. Do të vinë vezvese, do të vinë dyshime, do të vinë këto që folën pak më sipër.
Pra, kur ti thua që në fillim a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kërkoj mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala prej sherrit të shejtanit mallkuar, është një lloj po përgatitesh për të betejë. Pra, një lloj beteje që i hyn për të kuptuar librin e Allahut subhanahu wa taala. Libri i Allahut është fjalë e rëndë, siç e ka përshkruar vetë Zoti subhanahu wa taala, inna nulqi alayka qawlan thaqila. Do të hedhim mbi ty thot një fjalë të rëndë. Është e rëndë fjala. Madje aq e rëndë o vëllezërit e mi, sa që Allahu subhanahu wa taala u paraqiti këta amanet qiejve dhe tokës, edhe maleve. Si thot Allahu fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Hoqën dorë nga pranimi i kësaj peshe. Dhe me pamundësinë dhe varfërinë e tyre tha nuk mundemi. Wa hamalaha al-insan, dhe e mori njeriu përsi për ta mbajë. Nuk është gjë e thjeshtë vëllezërit e mi. Do të hysh në të dhe të jesh i kompletuar në gjithë të drejtime që të përfitosh nga libri i Allahut subhanahu wa taala. Pra këto janë, thamë herën e shkuar, ta këshillojmë çdo njeri që para se të hyjë leximin e Kuranit, le ta thotë të fjalë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, shpjegoja dhe shqip që kërkojmë mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala të më ruaj nga sherri i shejtanit mallkuar. Dhe ai të hyjë me një lexim që të jetë produktiv. Kjo ishte në hutbën e shkuar. Në hutbën e sotme do flasim rreth istiadhes përpara namazit, ose përpara leximit të Kuranit brenda namazit. Dietarët kanë mendime të ndryshme. Pra e thana a'udhu billahi minash shaitanir rajim përpara se ne të lexojmë Kuranin në namaz. Pra njeriu hyn në namaz, Allahu Akbar, bën dua në hapjes, para se të lexojë Fatihan, se Fatiha është rukn në shtyllë e namazit. Para se të lexojë Fatihan, a është detyrë apo është e pëlqyeshme të thotë a'udhu billahi minash shaitanir rajim? Dhe kur thuhet kjo? Këto janë mendime që dietarët i kanë shtjelluar. Pra a është vajib, a është detyrë apo jo? Mendimet e dietarëve rreth kësaj çështjeve janë si vijon. Imam Maliku, Allahu mëshiroft, është i mendimit se përpara leximit të Kuranit në namaz nuk është, domethënë e pëlqyeshme që thuhet istiadhja, sepse ajo nuk është prej Kuranit. Ky është arsyetimi i tij. Se a'udhu billahi minash shaitanir rajim nuk është ajet Kurani, dhe kjo është unanimisht padyshim mes gjithë dietarëve. Dhe përderisa nuk është Kuran, nuk lexohet përpara leximit të Fatihas. Përveç se në namazet nafile ose në namazet e teravis, kurse në farze nuk lexohet. Pse? Me arsyetimin që kjo pra nuk është prej Kuranit. Kurse në mëdhëbin e Imam Ebu Hanifes, Allahu mëshiroft, janë të mendimit se istiadhja në namaz lexohet vetëm në rekatin e parë. Pra, në rekatin e parë, kur ti fillon hera e parë që në namaz ti lexon Kur'an, para leximit Fatihas, thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dhe lexon Fatihan, dhe pastaj gjatë gjithë namazit, sa herë që ngrihesh në rekate, nuk e thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, po thua vetëm bismillahirrahmanirrahim. Pra istiadha përmendet vetëm në rekatin e parë, sipas Imam Ebu Hanifes. Allahu mëshiroft. Dhe ata thonë që përderisa leximi i gjithë namazit është leximi i njëjtë, pra është një lexim i vetëm thonë, mjafton istiadhja vetëm në rekatin e parë. Kurse Imam Shafiu dhe Imam Ahmed ibn Hanbal, Allahu mëshiroft, janë të mendimit që ajo lexohet në çdo rekat. Sa herë që ti lexon Kur'an në namaz, pra gjithmonë në çdo rekat do thuash a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra, kjo është mendimi i këtyre dy imamëve të mëdhenj, sepse ta bazohen në ajetin e Kur'anit ku thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa idha qara'ta al-Qur'an fasta'id billah." Sa herë që lexon Kur'anin, kërkon ndihmën ose kërkon mbrojtjen e Allahut, duke thënë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ky ajet, thon dietar, shumë nga dietarët e vjetër, ky ajet është i përgjithshëm. Allahu thot sa herë që të lexosh Kur'anin, edhe në namaz, ti nuk lexon Kur'an vetëm në rekatin e parë, ti lexon në çdo rekat. Pra sa herë që lexon Kur'an, është ta thuash këtë fjalë. Pra, dietarët janë të ndarë. Është më mirë të thuash në çdo rekat apo të thuash vetëm në rekatin e parë? Sheikh Uthaymin, Allahu mëshiroft, thotë që nëse thua vetëm në rekatin e parë, është e mjaftueshme. Pra ti e ke bërë një, themi, vepër të mirë dhe e ke zbatuar istiadhen. Ndërsa, nëse e bën në çdo rekat, thot Imam dhe Sheikh Uthaymin, në e bën në çdo rekat para leximit të Kuranit, kjo është më e mirë dhe më e plotë, se je edhe më i ruajtur, edhe më i përkushtuar. Padyshim, njeriu duhet të meditojë edhe në lidhje me istiadhen para leximit të Kuranit në namaz. Istiadhja në namaz dhe kjo është e rëndësishme. Sepse në namaz kërkohet udhëzimi në rrugën e drejtë, ruajtja nga rrugët e devijimeve, që janë ose lënia e të vërtetës, ose njohja e të vërtetës dhe mosbatimi i saj.
Të gjitha këto janë shkaqe devijimi dhe humbjeje, dhe njeriu ka nevojë që për istiadhen, pra a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ka nevojë në fillim të namazit. Gjithashtu gjatë namazit ka qëndrim në këmbë, ka rënë në ruku, kërkohet sinqeriteti. Gjithashtu në namaz ka dhe lutje të shumta që bëhen në sejdë. Të gjitha këto njeriu ka nevojë për mbrojtjen dhe stërhimin e Zotit xheleshanu, që shejtani mallkuar të mos ndërhyjë. Gjithashtu në namaz o vëllezërit e mi, jemi të urdhëruar për përqendrim në të, zemra të jetë e përqendruar, të mos jetë e larguar, të ikë mendja gjatë namazit, që të mos e kesh vëmendje në ato që thua, në ato që vepron gjatë namazit. Sa më shumë i përqendruar ti jesh në namaz, aq më shumë pjesë dhe sevap do të marrësh nga namazi. Aq më shumë dritë dhe udhëzim do marrësh nga ai. Sa më pak, aq më pak. Si thot profeti sallallahu alajhi wasallam, ka njerëz që nga namazi, nga të themi nëse janë do të ndash në 10 pjesë namazin, 10 nivele, ka të tjerë që marrin 10 të 10, marrin 10 nga ky namaz. Ka të tjerë që marrin 9, 8, 7, 6. Do të jesh prej atyre që janë poshtë 4-s, se ne kemi zakonisht që 4 është jo kaluese. Me 5 mund të kalojë njeriu. Allahu mustaan, a jemi te 5 të paktën? Në lidhje me përqendrimin në namaz. Nëse marrim me logjikën tonë. Pra, si është e mundur që të përfitosh maksimalisht nga namazi? Duke kërkuar istiadhen vazhdimisht. Pra gjatë namazit, pra edhe gjatë namazit dhe zitemi, istiadhja shumë e rëndësishme. Prandaj duhet njeriu të jetë i kujdesshëm lidhje me istiadhen gjatë namazit. Siç tham, nëse e bën në fillim të namazit vetëm rekatën e parë, elhamdulillah. Nëse bën çdo rekat, kjo është më e plotë, thotë Sheikh Uthaymeen, Allahu mëshiroft. Allahu di më mirë subhanahu azza wa jall. Kalojmë tani tek rastet kur përdoret istiadhja. Duke qenë se kjo është çështje shumë e rëndësishme, do ta vëreni tek rastet që do përmendim në këtë hutbë dhe në hutbet e tjera inshallah, se besoj kjo do të na marr disa hutbë, se janë raste të shumta që e ka këshilluar Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam përdorimin e istiadhës. Madje të krijohet përshtypja se nuk ka moment gjatë ditës dhe natës që të mos e ketë këshilluar profeti dhe Zoti subhanahu wa taala, mos e ketë këshilluar përdorimin e istiadhës. A thua se kjo do të jetë diçka e vazhdueshme në jetën tonë? Dhe kështu është. Kështu është. Pa ndihmën e Allahut as pak nuk kemi shans që të shpëtojmë dhe të fitojmë. Atëherë fillojmë kur janë rastet kur përdoret istiadhja, në cilat raste i ka përmendur shariati. Allah i madhëruar ka urdhëruar përdorimin e istiadhës në shumë raste dhe ka bërë të përqyeshëm atë. Në këto raste mund përmendim dhe tashmë kemi përmendur shumë herë kur lexojmë Kur'anin, dhe këtë e përmendëm dhe folëm hollësisht pse është e nevojshme kur lexojmë Kur'anin. Argumenti para se lexosh Kur'anin, pra që do të thuash istiadhen, është fjalë Allahu subhanahu wa taala, sura An-Nahl, thot Allahu azza wa jall: "Wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim." Kur të lexosh Kur'anin, kërko istiadhe, pra kërko mbrojtje tek Allahu, të ruaj nga sherri i shejtanit mallkuar. Folëm hollësisht rreth qëllimeve të istiadhës para leximit të Kur'anit. Gjithashtu, gjatë namazit, rasti i dytë, kur lexohet ndonjë ajet në të cilin përmendet zjarri dhe kërcënimi. Pra, shumë ajete që ti lexon në Kur'an, pra gjatë namazit, ose edhe jashtë namazit, në fakt, sa herë që lexon Kur'an, mund kalosh në ajete të cilat flasin për ndëshkimin e xhehenemit, flasin për ndëshkimin e jetën e varrit, për mallkimin e zullumqarëve, ose për shumë çështje që e kërcënojnë njeriu. Në këto raste ka qenë prej udhëzimit profetit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë sahabëve dhe selefëve të mirë që ata kërkonin mbrojtje Allahu subhanahu wa taala. Ata ndërvepronin me Kur'anin. Nuk e lexonin Kur'anin, e lexon dhe kalonte. Si mund të lexoj një ajet që flet për ndëshkimin dhe të mos thuash o Zot më ruaj nga ndëshkimi yt, mos më fut në zjarr, mos më bëj për këtyre të mallkuarve, ose për këtyre zullumqarëve që po i mallkon ose të cilët i ke përshkruar me këto cilësi. Pra njeriu duhet të ndërveprojë me Kur'anin. Sa herë që fliten këto, madje jo vetëm për çështjen e sherrit ose ndëshkimeve që përmenden, por edhe për çështjet e hajrit. Nëse përmendet xhenetet e Allahut subhanahu wa taala, kënaqësia e Zotit, vepërmirë dhe punët e tyre të mira, thoj o Zot më bëj dhe mua si ata. Pra njeriu duhet të ndërveprojë me Kur'anin. Rasti kur përdoret istiadhja, tham në këtë rast, kur përmenden ndëshkime, çfarë thot njeriu? Pra na'udhu billahi min sakhatihi wa 'adhabihi. O Zot na ruaj nga ndëshkimi dhe zemërimi yt. O Zot na ruaj nga ndëshkimi dhe zemërimi yt. Pra kur i lexon këto dhe elhamdullah të ndërvepron me fjalën e Zotit subhanahu wa taala. Një rast tjetër është gjatë daljes nga shtëpia. Dhe këtë e përmendëm pak në
hutbën e shkuar. Dhe nuk do qëndrojmë shumë tek ajo, vetëm se te disa momente. Pra, që në momentin që njeriu del nga shtëpia, subhanallahu, edukon Zoti xheleshanu besimtarin dhe besimtaren e tij. Para se të dalë në dynja, se del nga shtëpia jote, ajo është kështjella jote. Edhe kur hyn dhe kur del, ka rregulla që ti jesh i mbrojtur në të. Mos jesh në ndikimin e shejtanit mallkuar. Shejtani është jashtë. Nuk ka punë në shtëpinë tënde. Dhe ti ndjek gjithë porositë e Zotit që të ruhesh. Dhe kjo ka nevojë për sqarim në fakt. Sa po del nga shtëpia jote, thot profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë dua që na mëson, duhet thot Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhalu alayya. O i adhuruari im, o Zoti im, thot, lutek unë kërkoj mbrojtje nga ti që të më ruash. Nga çfarë? An adilla aw udalla, që të mos devijohem nga rruga e drejtë apo të devijoj të tjerët. Tu ka nevojë të qëndrosh pak. Pse them unë a'udhu billah, kërkoj mbrojtje o Zot, sa del nga shtëpia? Kjo tregon për një vetdije shumë të qartë të muslimanit dhe muslimanes. Kur del nga shtëpia, nuk po del në një fushë me lule, po del në një vend në cilin ka sfida. Mund të devijohesh nga rruga e drejtë ose mund të bësh të tjerët të devijojnë. Që të dyja këto ka nevojë të mbrojë Zoti subhanahu wa taala. Devijuesit nga rruga e drejtë janë të pakët apo të shumë? Patyshim janë të shumë. Që sa del nga shtëpia dhe hap derën, vallahi përballesh me devijues. Me ata që devijojnë nga rruga e drejtë, ta prishin zemrën, ta zbukurojnë dynjan, ta bëjnë të urryer ahiretin dhe vdekjen dhe largimin ose kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Të gjitha këto janë mjete që e largojnë njeriu. Pra që në moment kur del thot an adilla aw dalla, o Zot më ruaj që mos devijohem nga rruga e drejtë apo të devijoj të tjerët. E dyta, an azilla aw uzalla, të rrëshqas në gabim ose të bëj të tjerët të rrëshqasin në gabim. Rastet sa të duash, përballje me njerëz, konflikte të përditshme me kolegët, me punën, me njerëzit, në tregti. Madje mirë e bukur ti jesh, mjafton të mund del nga shtëpia dhe dikush të hedh një fjalë fyese, ta prish ditën. Edhe të bën të rrëshqasësh, të dalësh nga vetvetja. Para rrëshqitja an azilla aw uzalla. Ose unë të rrëshqas ose të bëj të tjerët të rrëshqasin. Dhe janë të shumta momente dhe përballjet në këtë dynja që rrëshqet njeriu. Madje edhe njeriu më i urtë shpeshherë mund vihet në situatë të tillë që të rrëshqas edhe del nga kufiri. Pra kur thua a'udhu billah, që në fillim sa del, Zoti xheleshanu ose do të ti evitoj këto probleme ose këto momente, ose edhe nëse bie në to, ose përballesh me to që të ngrenë grada, do të jap mundësinë të jesh në nivelin e duhur. Nivelin e kujt? Besimtarit. Ati që ka ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Sillesh ashtu si do Zoti xheleshanu. Madje ndonjëherë subhanallahu mund habitesh dhe me veten. Si mundet që unë durova kaq shumë që më foli dhe unë durova. Të bëri Allahu të durosh, jo se është forca jote. Bëri Zoti xheleshanu të ndihmojë që ti jesh në nivelin e duhur. Dhe e kupton se sa ndihmë madhe ka qenë. Ajo ndihmë e Allahut. An azilla aw uzalla. An adlima aw udlama. E treta, të bëj padrejtësi ose të më bëjmë padrejtësi të tjerët. Pra jeta e dunjas është e mbushur me të tilla. Dhe Allahu musta'an. Padrejtësia është errësirë, vëllezërit, është errësirë në varr, errësirë ditën e gjykimit. Pra nëse të kanë bërë padrejtësi të tjerët, kjo është provë në dunja dhe kërkon durim, kërkon reagim të mirë ashtu si duhet. Por Zoti na ruaj që ti të bësh padrejtësi të tjerëve. Del nga shtëpia dhe shpeshherë për dëshirat e kësaj dunjaje, shpeshherë, domethënë për të fituar ose për të marrë grumbulluar sa më shumë për vete, mund të hysh në hak të tjerëve, gënjen, mashtron edhe hyn në padrejtësi dhe bën zullum të tjerëve. Njeriu shpeshherë i bën këto gjëra edhe me vetdije, Allahu musta'an. Ndonjëherë edhe pa vetdije ose i nxituar, por shpeshherë me vetdije. Sa del nga shtëpia, thua o Zot, mos bëj padrejtësi. Shumë nga të parët, subhanallahu, njerëz që dinin imanin, burrë grua dhe familje e gjitha, gruaja e theshtë burri kur dilte nga shtëpia. Ki frikë Allahut. Mos bëj padrejtësi dhe mos fitoj riskun haram. Mund të durojmë urin, etjen, por nuk e durojmë zjarrin e xhehenemit. Kur del nga shtëpia, ki frikë Allahut, mos hyj në zullum. Kjo ishte jeta e tyre. Nuk jetoni për dynjan, din ata që udhëtimi ikën, mbaron, ikën ata breza, ikën të tërë, do ikën dhe ky brez që është tani. Çfarë do mbetet? Do mbetet ai risku halal, larg nga padrejtësitë, e mbush jetën tënde me pastërti, me mirësi dhe jeton, edhe në jetën e kësaj dynjaje jeton se në një xhenet. Nëse vërtet e kuptuar fen Allahu subhanahu wa taala. Pra an adlima aw udlama.
au ajhala au yujhalu alayya. Të tregohem ignorant kundrejt të tjerëve ose të tregohen të tjerët ignorant ndaj meje. Domethënë të tregohesh jahil me të tjerët, ignorant. Domethënë jahil është ai që nuk njeh hakun e të tjerëve. Të tjerët kanë hak ashtu siç ke ti hak. Të vjen mirë që ti jetë ignorant, të mos i njoh hakun tënd, jetën tënde, të respektoj fen tënde, të respektoj nderin, pasurinë, të respektoj pasardhësit e tu dhe ato që janë të shenjta për ty, edhe janë të pacënueshme. Ky është xehel. Pra kjo është ignorancë. Edhe ti nuk duhet të jesh ignorant ndaj të tjerëve, pra të evitosh ose të nënçmosh hakun e tyre, të tregosh se kur si di ato je ignorant ndaj tyre, edhe as të tjerët të mos tregojnë ignorant ndaj teje. Kjo do thotë një jetë normale në një bashkësi. Njerëzit kanë mendime të ndryshme, kanë fe të ndryshme, kanë besime dhe prirje të ndryshme. Ajo që bën njerëzit të kenë një harmoni ose një lloj bashkëjetese, është pikërisht ky respekt i ndërsjellët. Ashtu siç kërkon mos tregohemi ignorant ndaj teje, dhe ti mos i tregosh ignorant ndaj meje. Dhe në fakt shife shkruaj këto kohë sepse shumë gjuhë janë zgjatur. Shumë gjuhë janë zgjatur dhe flasin. Tregojnë ignorant në hakun që kanë disa grupe. Të kenë kujdes. Se nëse hapet porta e ignorancës, atëherë s'ka kufi. Atëherë s'ka më kufi ku të shkojë më shumë. Prandaj duhet njeriu të ketë kujdes. Që sa del nga shtëpia, muslimani edukon veten e tij dhe muslimani. Që askush mos jetë ignorant ndaj tij, edhe ai të mos jetë ignorant ndaj të tjerëve. Pra të jetë një jetë e pastër e mirë siç ka urdhëruar Zoti subhanahu wa taala. Ditën e gjykimit takohemi tek Zoti. Llogarinë bën ai. Kush është në të drejtën dhe kush është në gjunaf. Le ta lejmë Allahun subhanahu wa taala të gjykojë ditën e gjykimit. Pra kjo është një lutje shumë e madhe vëllezërit e mi. Para se të dalësh nga shtëpia, dhe kjo është nga rastet ku përdoret istiadha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Një rast tjetër ku përdoret dhe këshillohet istiadhja, vëllezërit e mi, është pasi del njeriu pra nga shtëpia, është dhe rasti kur hyn në xhami. Ky është itinerari i besimtarit. Nëse del nga shtëpia, kërkon këto që u përmendën pak më sipër, hyn në jetën e kësaj dhunjaje. Një tjetër aktivitet i besimtarit është itinerari i tij, i përditshëm, hyrja në xhami. Dhe shkoj të hyn në xhami. Edhe në hyrje në xhami kërkohet istiadha, subhanallahu. E habitshme, në xhami është shtëpia e Allahut, subhanahu wa taala, shtëpia e Zotit. Shkuptim ka të kërkoj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, para se të hysh në shtëpinë e Zotit subhanahu wa taala. Për çfarë po hyn në xhami? Po hyn të adhurosh Allahun, falësh namaz, të bësh dhikr, etj. Çfarë kuptimi ka istiadhja e hyrjes para hyrjes në xhami? Edhe kjo është madhështore. E bën njeriu të kuptojë që lufta dhe mejdani i shejtanit mallkuar, mos kujtoni se është vetëm një mejdan i caktuar, një fushë larg jetës dhe përzierjes në dynjë, në të gjitha aspektet e jetës. Bindu për këtë. Madje në disa raste përpjekja e tij është shumë më e fortë si brenda xhamive. Brenda xhamive. Edhe në marrëdhënie që ke ti me Allahun namazin tënd. Prandaj do më istiadha, po ta shikosh, në këtë rast është e shpeshtë. Çfarë thuhet para se të hysh në xhami? Është udhëzimi i Profetit sallallahu alaihi wasallam, thua a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Praktikon ato që thot njeriu para se të hyj në xhami. Dhe kjo duhet mësohet. Alhamdulillah, në shpesh në xhami janë vendosur disa, domethënë pankarta ose flet palosje të cilat tregojnë para se të hysh në xhami duaja. Mos jeni të pavëmendshëm ndaj tyre. Një herë, dy herë, tre herë e bën, e mëson, mediton në të dhe alhamdulillah je në hajër. Çfarë do thotë kjo dua? Pra, hyn në xhami dhe thua a'udhu billahi al-azim. Kërkoj mbrojtje në Allahun madhështor. Wa biwajhihi al-karim. Dhe me fytyrën e tij të bekuar. Wa sultanihi al-qadim. Dhe me pushtetin e tij të përhershëm, të përjetshëm. S'del gjë nga pushteti i tij. Min ash-shaytanir rajim, që të më ruaj nga shejtani i mallkuar. Pastaj thua me emrin e Allahut, bismillah,
wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, çon salavat për profetin e mëshirës, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nëpërmjet tij të erdhi feja e Allahut subhanahu wa taala. Sa herë në xhami e kujtojnë që këtë hajër të ka ardhur përmes kujt? Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Haku i tij është më i madh se haku i gjithçka tjetër për njerëzve. Më i madh se haku i nënës dhe babait. Se prindët, se fëmijët, se çdo kush tjetër. Ai është më i dashur në zemrat e besimtarëve. Nuk ka më të dashur për njerëzve në zemrat e besimtarëve se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjëja më e shenjtë, vije kuqe, që nuk kalohet, nuk shkelet. Prandaj sa hyrë në xhami, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Paqja dhe selami qoftë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe me qira fjala, sa herë që i çon selam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe salavate për të, Zoti Gjeleshanu ka bërë që në përbot të vërtiten me lajke. Kur dëgjojnë të lutje, ose salavate dhe selamin që i qonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ja përqojnë salavate dhe selamin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në jetën e berzahut të tij. Dhe ka argument nga profeti sallallahu alaihi wasallam, që Allahu Gjeleshanu ja kthen shpirtin Muhammedit dhe ai të kthen wa alayhi salam. Ta kthen selamin. Dhe salavatet e Muhammedit për njeriu janë seken, janë qetësimi i shpirtit të tij. Pra një nga mënyra me fjalë të tjera, nëse njeriu kërkon që të gjejë prehje në shpirt, qetësinë e zemrës, rahatin nga këto probleme, le të shojë sa më shumë salavate për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sepse Allahu çfarë thot në Kur'an? Wa salli alaihim, urdhon Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte gjatë jetës së tij. Pra wa salli alaihim, dhe kërko salli do të thonë lutu për ta. Inna salataka sakanun lahum. Salavatet e tua dhe lutjet e tua për njerëzit janë sekenun lehum, janë qetësi dhe prehje për shpirtin e tyre. Largimi i brengave, ankteve, stabilitet në të menduar, në të ndjeje pranë emocionet e tua. Mënyra që të fitosh të salavate, se në kohën kur ishte gjallë profeti sallallahu alaihi wasallam, shkonin njerëzit, jepnin sadaka dhe profeti lutej për ta. E urdhoi Allahu, lutu për ta. Dhe lutej profeti për ta. Pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, cila është mënyra? Mos vallë të shkojmë te varri, them lutu për ne o i dërguari i Allahut, siç bëjnë xhuhalët, ignorantët, paditurit? Jo vallai. S'është kjo mënyra. Mënyra është kjo. Ço salavat për profetin sallallahu alaihi wasallam. Jepi selam atij. Dhe nga mënyrat është sa herë që hyn në xhami. Kupton ti? 5 vakte që hyn në xhami ti përkujton profetin sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që bën teshahudin, çon salavate. Allahumma salli, salavatet e namazit. Ti çon salavate për profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai e bën Zoti Gjeleshanu të shojë salavate për ty. Ti jap selam për ty. Kjo është mënyra e duhur që ka vendosur Zoti Gjeleshanu. Pra, kujtoje këtë fjalë kur thua bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pastaj çfarë thua? Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. O Zot, më hap mua dyert e mëshirës tënde. Për çfarë hyn në xhami o Zot rote? Për çfarë hyn në xhami? Hyn në xhami për çfarë? Për fituar kënaqësinë e Allahut. Dhe kërkon mëshirën e Allahut. Në xhami shpërndahet mëshira e Zotit. Dhe është çdo lloj mëshire. Mëshirën që e kanë gjithë krijesat, që Zoti nuk privon askënd nga ajo, e kanë të gjithë. Madje edhe kafshët ka mëshirë Zoti për kafshët. I ushqen kafshët. Edhe atë peshkur në fund të oqeanit që askush nuk vet atij, e ka bërë Zoti t'i jap ushqimin aty ku është. Edhe ajo balena që kërkon tonelata peshk çdo ditë për të ngrënë një vakt, Zoti ja jep ushqimin se është Rahman, është mëshiruesi. Këta e kanë të gjithë. Edhe qafiri dhe besimtari. Nuk është vetëm për këtë, se edhe këtë ja kërkojmë Allahut subhanallahu, se në dynja jetojmë, por qëllimi është për atë mëshirën e veçantë. Mëshirën që e merr vetëm kur futesh në xhami. Dhe kur ja kërkon Allahut në namaz me imanin tënd. Mëshira e veçantë çfarë do të thotë? Të ta zbukurojë Allahu imanin në shpirtin tënd. Të të bëjë të dashura punët e mira, adhurimin e tij, bindjen ndaj tij, të të bëjë të urryera mosbesimin, mosbindjen ndaj Allahut, largimin nga rruga e drejtë. Pra kjo është mëshirë e veçantë. Ku e merr të mëshirë? Kur hyn në xhami. Çdo thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra kur thua a'udhu billahi al-azim, madje mendo se çfarë istiadhe është e veçantë kjo. Po përmend disa emra të mëdha të Allahut, Allahu al-azim. Kërkoj mbrojtje te kush? Allahu që është madhështori. Me fytyrën e tij të bekuar dhe me pushtetin e tij përjetshëm. S'del gjë nga pushteti i tij. Gjithë to fjalë, pse i thua? Se do të fitosh mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Që kur hyn në xhami të mos dalësh siç hyre dorë ose më keq. Të hysh me sevabe darsh me gjunahe. Edhe ndodh vëllezërit e mi. Të hysh në xhami me sevabe Zot na ruaj dhe darsh me gjunahe. Me mënyrën se si hyn e si del nga xhamia. Pra kur thua këtë gjë dhe e mediton inshallah, me lenin Allahut edhe hyrja në xhami bëhet është një proces i përditshëm, po i domosdoshëm. Hyrja në xhami
Për burrat, sepse gratë elhamdulillah falen në shtëpi dhe i ka ruajtur Zoti subhanahu wa taala. Por për burrat, hyrja në xhami e ka edhe këtë pjesë, para se të hysh në xhami dhe të përfitosh nga mëshira e Allahut xhallahu xhallahu. Pra vëllezërit e mi, po e mbyllim me kaq për sot, për vazhduar radhës tjetër, prap me raste të tjera të përdorimit të istiadhes. Elus Allahu subhanahu wa taala të na mbrojë, të na ruaj në çdo hap të jetës tonë. Sa herë dalim nga shtëpia dhe hyjmë në të, sa herë futemi në xhami dhe dalim prej saj. Përfitojmë nga mëshira e tij dhe na ruaj dhe na fus në mbrojtjen e tij dhe udhëzimin e tij. Së fundi çoni salavat e profetit ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.